Ndërsa me 25, Mas nej, kur vazhdojmë me datën 25, do të vazhdojmë me fuqizimin e bizneseve dhe të burrave dhe grave të cilët kanë një vizion, kanë një ide për ngritje të tyre në aspektin e njohurive që i kanë, por nuk i kanë pas mundësi asnjëherë me u ngrit. Kështu që në bashkëpunim me Kiesa, do të takohemi me biznese, do të organizojmë disa panajire të bizneseve, është një aktivitet i cili ka me qenë i mbyllur, por në të cilin do të takohemi dhe do të debatojmë mbi ato se çka realisht po ofrohet prej institucioneve dhe sa komunitetet po i kanë mundësit me apliku në për thirrje të ndryshme, po në të njëjtën kohë edhe do të krijojmë një farjetizimi në mes të bizneseve të ndryshme, të burrave dhe grave, cilët vinë prej radhëve të komuniteteve roma, shkali dhe egjiptian, edhe të cilët kanë thjesht interesim me u bashku me institucionet dhe me apliku në përthirje. Kështu që do të jenë një angazhem i cili është shumë i nevojshëm fillimisht, për shkak se shumica e komuniteteve nuk kanë asnjë njohuri për thirrje të cilat ndoshta edhe dedikohen për komunitetet roma, shkali egjiptian. Kështu që në momentin që ne krijojmë një farë rjetizimi, atëherë ne do të jemi ata cilët edhe do të ndajmë thirrje me ta, edhe do të asistojmë ndoshta në aplikim ose çka do qoftë, po thjesht është e nevojshme që mu bë hapi parë njoftues i cili do të hapë rrugë për komunitetet roma, shkali egjiptian, në këtë rast për bizneset e komuniteteve.